atëherë konë ma mira, dim për çka, një gjanë konë ma e sigurt. A më tonë? Tash që pi marrin vetë edhe po dohen shumë. Që ka thonë përshëndetje pas. Përshëndetje. A jeni mirë? Prezentua. Unë quhem Faruk Halimi, nga Prishtina jam. Që të jam lind, që të jam rrit, i bona 71 vjetë gati. Për para konë pak diçka ma mirë, o konë për punë ma mirë edhe për rini u konë ma mirë, më mësuhet, dhe më thonë, o konë jeta pak me e gjallë. Po që kjo lufta e keqe që erdhë, kjo në ka bo me hilje, po më tonë, si plesë, si rinin. Është puna që në teritorin tonë më të përdhije, që konë shpinë tonë me të hiti kush i huji. Ky është teritori jonë, o konë gjithmonë, jo veç kjo po këtë Balkani, gote konë teritori shqiptarëve. E për që ta po vjen këtë shumë kur që Evropa s'po merë masa diqka. Mi largu këta. Po jetën të që ki kalu? Jetën e kom kalu, une për para konë pak ma mirë. Adin se o konë puna, ashtu, ki pas pune, ki pas do gjana tjetës pa pare, ki pas shërbimet pa pare, diqka. Po tash është pak ma ronë, adin për çka është ma ronë për neve, që të mos neve pensionerve, që edhe qatë benzin që kena dhe to po duhet me rëzun bas bornave. E dyta, që kjo lufte o konë shumë e keqe, që ato e konë përjetu shumë keqe. Luftën e fundit që kanë? Luftën e fundit shumë keqe, dhe na kanë bo me hile. Unë për veti nuk e kom lëshu venin, që më dhëm ke venin një, e dyta edhe më ke i nati, lëshu venin. Ke qëndru këtu në Prishtinë? Kom qëndru në Prishtinë, o kom bëllë vështirë, që i kom pas edhe thmitë mdhej, po është puna që më ke ashtu shumë keq me lëshu venin. Po para se me dollë të lufta, të regona pak për rinin tonë. Rinia jam e ka... Kur një martu, që shukon pak? Kërë, kur një martu, atëre më konë punë, o më tonë, edhe konë ma ndryshe, martesa konë ma ndryshe, o konë gjyshë më thonë, me krush që me kësisjane, unë barësin ato darsma, që ato konë pas... A ke morë grujen me mëseta? Me mëset e kom marë, që konë që ashtu punë atëhere, konë ma mirë me marë me mëset, edhin, një e dyta na kena zakonet ashtu, shqiptarë, si do mos kreqa jena shqiptarë. A konë ma mirë atëhere që i kanë morë me mëset se ta shqipigjojnë vetë? Atëhere konë ma mirë, adim për çka, një gjanë konë ma e sigurt, a më tonë. Ta shqipi marrin vetë edhe po dohen shumë. Që ka thonë kur të lidhë dikosh të zgjidhë, a kur të lidhësh vetë, kur të lidhësh vetë është ndryshe, adin lidhës që sun zgjidhësh. Qashtu, a kur është kështu përpara edhe grunë, kur e shku shtarë, po thëmë, ja ka lorë shokut, ka pas besë, po më tonë, tash nuk ka as besë të rinia, po më tonë, nuk e ditë që ardhë kjo kohë. Për martesa është shumë e keqe. Punë të këtu të shtëpisë që i keni bo, për shembull. Ju kanë një mu edhe kojshia. Edhe kojshia, për pare në konë kojshia ma të dashtën, janë konë, që shë më thonë, cikur të një shpisë. Nuk e kanë këqyrë njëni tjetërin? Një e kanë këqyrë njëni tjetërin, pa marë parasysh që a ka këshire, a ka kojshi, dhe më thonë, ju kanë gjinë, në gjdo rast ju kanë gjinë. E tash? E tash jo. Tash edhe thmija jo të përlargohet, më thonë se ndoshta... Tash edhe me të po të punu e këthe në shpinë e botë këshirë së pëtë shë? Jo, së në mojnë. Qështu?